Personat që përdorin vaj ulliri urgjent duhet ta dëgjojnë këtë. Do ngeleni pa fjalë. Vaj ullirit është pa diskutim mbreti i tryezës dhe një prej ushqimeve më të rëndësishme të dietës mesdhetare. Përdorimi i tij në mënyrë të rregullt në dietën tuaj do të luajë një rol pozitiv kundër një sër inflamacionesh. Ekspertët e cilësojnë vajin e ullirit si një prej vajrave më të rëndësishëm të cilën duhet ta keni me patjetër pjesë të dietave tuaja ditore. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kjo për shkak të përfitimeve kryesore që do të merrni edhe në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e inflamacioneve në imunitet. Vaji i ullirit mund të konsumohet në gatime, në gjedhra, në sallata. Por a e dini se çfarë ndodh me organizmin tuaj nëse konsumoni vajin e ullirit me stomakun bosh? Në qoftë se vuani nga fryrja pas ngrënjes ose keni probleme me konstipacionin, duhet të provoni këtë truk të mëposhtëm. Të pini një lugë gjedhe vaj ulliri me stomakun bosh. Acidet yndyrore të vajit të ullirit dhe vitaminat e tij të shumta do të mbrojnë qelizat dhe do të përmirësojnë ndjeshëm sistemin tuaj imunitar. Vaji i ullirit ushqen fytyrën e thatë, trajton aknet, gjithashtu edhe rënien tuaj të flokut. Vaji i ullirit nuk duhet të mungojë kurrësi në rrugëimin tuaj ushqimor, sidomos edhe në rutinën tuaj të përditshme të bukurisë, sidomos nëse ndjeni që keni lëkurë të thatë dhe pa jetë. Mjafton një masazhim i thjeshtë me pak vaj ulliri ose i kombinuar gjithashtu edhe me të verdhën e një veze, pure karrote ose edhe vaj kokosi, dhe fytyra juaj menjëherë do të fillojë të ndjejë ndryshimet parësore. Mëlçia është ndër organet më të rëndësishme të sistemit tretës. Ajo kryen disa prej funksioneve kryesore përgjegjëse edhe për përmirësimin e imunitetit tuaj. Në prodhimin e substancave për të përthithur vitaminën K ndihmon edhe në përthithjen e vitaminës A nga beta-karoten. Sipas ekspertëve të Healthline, shtimi i vajit të ullirit në vaktet tuaja ditore do të jetë një mburojë shumë e mirë për shëndetin e mëlçisë dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Vaji i ullirit kurrësi nuk duhet të mungojë në regjimin tuaj ushqimor, sidomos të personave që kanë luhatje të papritura të sheqerit në trup. Duke ditur kështu rëndësinë e madhe ushqyese që do të merrni prej tij, vaji i ullirit do të shndrohet në një prej produkteve më të rëndësishme ushqyese në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Edhe pse ai zë një pjesë të rëndësishme në dietën tuaj, vaji i ullirit duhet të përdoret me kujdes në përditshmërinë e recetave tuaja. Kështu ndikimet e tij në organizëm do të jenë më të plota, gjithashtu edhe më të fuqishme. Ekspertët e Healthline shtojnë një zëri se konsumi i vajit të ullirit në përditshmërinë e recetave tuaja mund të përmirësojë edhe shëndetin tuaj të lëkurës. Vaji i ullirit është përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike. Ai redukton skuqjen e entjen dhe ngadalëson gjithashtu edhe shfaqjen e rrullave, duke përmirësuar dukjen e lëkurës dhe duke lehtësuar inflamacionet e saj. Ndaj në këtë mënyrë përfitimet që do të merrni prej tij do të jenë vërtet fantastike. Nëse doni të përdorni vajin e ullirit, ai do të ndikojë pozitivisht edhe në peshën tuaj trupore. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare e cila është e pasur me vajin e ullirit mund të përmirësojë peshën trupore. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 5 vjeçar që treguan se personat që konsumonin vajin e ullirit në dietën e tyre patën gjithashtu një përmirësim më të mirë të peshës së trupit, duke ndikuar kështu në një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe duke lehtësuar komplikacionet e tij. Ndaj përfitoni nga rasti dhe shtoni vajin e ullirit në vaktet tuaja ditore. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit mund të heqë grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë gjithashtu edhe sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit që pinë rregullisht vajin e ullirit në dietat e tyre mund të kenë një memorje më të mirë se ata persona që mbajnë një dietë me pak yndyrë. Shtimi i vajit të ullirit në vaktet tuaja ditore do t'i bëjë mirë gjithashtu
edhe shëndetit tuaj të kockave. Vaji i ullirit mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për njerëzit të cilët do vuajnë nga problemet e artritit reumatoid. Përmbajtja që gjendet te vaji i ullirit ekstra i pastër do të përmirësojë cilësinë tuaj të kockave dhe do të lehtësojë gjithashtu inflamacionet e tyre. Shtimi i vajit të ullirit në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e shëndetit tuaj tretës. Ekspertët shtojnë se persona të cilët të vuajnë nga konstipacioni ose kanë një tretje të dobët mund të përfitojnë ndjeshëm nga përdorimi i vajit të ullirit. Disa lloje të bakterjeve të cilat jetojnë në stomakun tuaj mund të shkaktojnë ulçra. Vaji i ullirit është provuar se lufton bakterie dëmtuese, disa prej të cilave mund të shkaktojnë edhe dëme më të mëdha në shëndetin tuaj. Ndaj përdorimi i rregullt të këtij vaji në vaktet tuaja ditore do të përbëjë një rrugë të mirë ushqyese për organizmin dhe do të lehtësojë gjithashtu komplikacionet e tij. Ekspertët shtojnë se pasurimi i dietës suaj me vajin e ullirit do të mbajë larg edhe inflamacionet. Vaji i ullirit është një prej produkteve më të pasura me acide yndyrore omega 3, shumë të rëndësishme këto në betejën kundër inflamacioneve, dhe përdorimi i tij në mënyrë të rregullt në dietën tuaj do të jetë një mundësi e çmuar e shëndetit edhe në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Vaji i ullirit është një prej elementeve më të mirë ushqyes i cili duhet të përfshihet me patjetër në dietën tuaj. Sigurisht i kombinuar me një dietë të shëndetshme, përfitimet që do të merrni prej tij do të jenë edhe më të shumëfishta. Vaji i ullirit nuk përdoret vetëm në kuzhinë, por edhe në mjeksi, farmaci ose edhe në higjienën personale. Ajo çka e bën vajin e ullirit një super ushqim është niveli i lartë i yndyrnave mono të pangopura, sidomos acidit oleik dhe antioksidantëve të ndryshëm. Për shkak të përfitimeve të shumta që i sjell shëndetit, vaji i ullirit është i quajtur ndryshe si mrekullia mesdhetare. Nëse konsumoni të paktën një lugje dhe vaj i ullirit çdo mëngjes, do të merrni këto përfitime sipas Healthline. Një nga shkaktarët kryesorë të sëmundjes së Alzheimerit është rritja e aminoacideve në tru. Një grup ekspertësh në Universitetin e Louisianës kanë treguar se një përbërje fenolike e quajtur oleokantal që gjendet te vaji i ullirit ka fuqinë më të mirë të kontrollojë nivelin e këtyre aminoacideve dhe t'i pastrojë ato duke siguruar kështu një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj të trurit. Shtimi i vajit të ullirit në vaktet tuaja ditore do të mbajë larg gjithashtu edhe problemet e radikaleve të lira. Vaji i ullirit do të ndihmojë në uljen e niveleve të sheqerit në trupin tuaj në mënyrë më të rregullt. Konsumi i vajit të ullirit në mënyrë të përditshme në dietat tuaja ditore mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë në uljen e niveleve të sheqerit te personat që kanë luhatje të pakontrolluara pas një ushqyerje të keqe. Përfitimet që mund të merrni nga vaji i ullirit do të luajë një rol pozitiv në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e inflamacioneve. Ndaj edhe ekspertët e Healthline këshillojnë përdorimin e tij në mënyrë të përditshme në dietat tuaja. Sigurisht i kombinuar si duhet me aktivitetin e duhur fizik, gjithashtu vaji i ullirit do të luajë një rol vendimtar ushqyes për mbrojtjen e shëndetit edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Ajo që e bën vajin e ullirit një super ushqim është niveli i lartë i yndyrnave mono të pangopura, sidomos të acidit oleik dhe antioksidantëve të ndryshëm që mund të mbajnë larg inflamacionet dhe të sigurojnë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit. Vaji i ullirit është i quajtur ndryshe mrekullia mesdhetare, dhe nëse konsumoni një lugë vaj ulliri çdo mëngjes, ju mund të parandaloni demencën. Një grup ekspertësh nga Universiteti i Louisianës kanë zbuluar se një përbërje fenolike, e quajtur oleokantal që gjendet te vaji i ullirit, mund të ndihmojë në ruajtjen e shëndetit tuaj dhe të parandalojë gjithashtu komplikacionet që i kanosen atij. Ndaj përfitoni nga rasti dhe shtoni vajin e ullirit në vaktet tuaja ditore për të marrë këto përfitime unike dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e një pasnjëshme. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.